xhallahu ala është ai që ka caktuar. Dhe Allahu kur cakton për neve, diç ajo është gjithmonë e harit për neve, është dobishme, nëse na e kuptojmë. Por a ka njerëz që i konsiderojnë edhe këshillat e babës ti trona të padobishme? I mlodhi mua. E baba për të mirën e ti e ka mlodhi, thot. Ka njerëz që bojnë, ata ka, po bojnë mirë këta njerëz, po duhet të bojnë keq. A ka babë ose non në këtë dunjë? Po flas për njerëz normal, jo për njerëz gjendje të jashtëzakonshme, po gjendje normale. A ka babë i cili ja don të keqë djalit vet e këshillon për mbrapsht? E din që kësa të mirë, mos i ka dhënë që kësa të mirë. Që sa të beri jam, a ka kështu? S'ka kështu. Andaj baba nuk ta don të keqën, mundohet për të mirë me të fillu, edhe pse ka ne duket ty rrom kjo punë. E çka të mëmon për Allahun xhallahu ala, që Allahu t'i don më shumë fish, pa kufi më shumë se që don baba jote nëna jote. Të mëshiron më shumë se prindët tu. Nga se rahmeti që prindët tu e kanë për ty pikën jetë, kush e ka pa rahmet? Allahu azza jall. Prind i mëshirojnë fëmijët e tyre me mëshirën e Allahut azza jall. Nuk kanë mëshirë private ata. Prind i dojnë fëmijët e tyre me dashurinë që Allahu ka mbjellë në zemrat e tyre. Nëse prind janë kaq të mëshirshëm, edhe kaq të fëmijët e tyre, edhe kujdesen për ta, edhe pse ky kujdes nga mirë mund të jetë me ngarkesa për fëmijën, atë çfarë ta merr për Allahun xhalla xhelalu që e mëshiron edhe don rrugën e tij, andaj Allahu xhallahu ala nuk cakton kur keq për rrugën e tij. Kjo rregull i artë që duhet ta kemi parasysh, kjo është edukat e besimtarit. Por nëse bëjmë të pa edukuar, ndaj Allahu xhallahu ala është pa edukat, më mendoj se Allahu xhallahu ala të ka sprovu ty pse për shembull nuk ka ai, ja harçiti rrezikun e tij s'jap, s'ka. Është sunjap të tova, është edukat? Jo vëllai. Nëse të ka privu nga ndonjë e mirë materiale në këtë botë, të ka sprovu në gjendje materiale, këtë se ka bërë pëse s'ka, por e ka një urësi këtu, nështë ta ma hajrë është mësë me tjerë, dhe pa dushëm është ma hajrë. Në të situatë në të rëtharë, në të me kërku me lipë më munu, për me halal. Allahu xhallahu ala kur dikujt janë ndalë pak për i shëndetit, a thua vallë kjo bëhet për shkak se o hargju shëndeti dhe është në krizë shëndeti? S'ndohet Allah kur Allah i ka depa të çdo gjëje, nuk harxhohet e ka asgjë. E atë pse s'provon? Pa kanë ursi, kanë të mirë. E shikoj ashabët e pejgamberit si kanë gjithë të mira, sikur Omer radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe kjo është edukat, sjellje e besimtarit që duhet ta ketë parasysh përballë, sprova që ai sprovohet me të. Rregull tjetër që duhet ta kemi parasysh në sprova është që edukata e besimtarit është kjo, që në sprovat e kësaj bote të shikon gjithmonë atë i cili është më keq se ai. Ndërsa në çështjet e ahiretit të shikon gjithmonë në atë që është më lart se ai. Njerëzit bojnë të kundërtën. Në dunja qyr manal, po ne po, mirë më nëse ajo ka më mirë. Apo në dunja s'bën më qyr se ka më mirë. Se kur s'bosh atë, se gjithë ka më mirë. Apo nuk bëhet një kurs nash, gjithmonë lakman. Në dunja do një me këshir, qërën e hamdullat qaka, mirëm. E në punë të ahiretit, nuk zbën me këshir poshtë, na bile për falim, elhamdullat, ka si s'falim heq, zbën këshir me këshir. Po na për falim, që ka do matë mirë se na që më falim, po ka. Andaj, gara me matë mirë për ahiret, nësa knaqim e dunja duke shikuar atë që është më poshtë të ti. Dhe kjo ndihmon me qenë stabil, vazhdimisht në kësaj bote. Me gjithë stabil vazhdimisht në jetën e kësaj bote. Prandaj njerëzit ku të rinë me ta, përgjithësi, ka përjashtim, elhamdulillah, inshallah na jemi ata që bëjmë përjashtim nga kë rregull. Po përgjithsisht të njerëz, rregulli i cili është, a është që po themon është e kundërta? Është e kundërta. Kur rinë me njerëz sot, anini me thonë aj Allah na fal. Që shkon Abu Bekr na kërkon siem. Anin kësi fjalë për njerëzve? Anin të thonë vallahi më zot, krizë bos, po del muj, po del kjo. Çfarë më shpesh për njerëzve? Ma shumë ankon për mille, sheqer, e ankon për qëra dynjas, se që ankon për gjendje gjunave të tyne, e për raportet me Allahun azza wa jall, e për ahiretin e kështu me radhë. Nëse ashabët e pejgamberit për shkën anku më tepër. Ata nuk gjen ankesa për dynja. Ata nëse janë anku për ahiret. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu që përmend më herët, ai ka thonë mos vet për mua nëse Allahu s'ma fal. Ka kohë për njerëzve,
ka më zëtë mës në falë të Allah, që a bëhet me njërë. Se që njerë, këtu a kime hongër, po, që kështë njerë kështë me thonë këtu, hajë se në faqës, në falë Allah hile, si me pas garantë, ma te për e kanë frikë, ma te për e kanë frikë, ka fshatën e gojës, se që e kanë frikë gjëhenimin Allah të zogjen. Nëse ka fshatën e gojës e kanë garantume, Allah ka garantur riskën, kur kush këtë botë s'ka arë për garantë, ja ka shkru Allah në barkë, në sa ka me hongër, ka marrë fund këtë punë.